A keni ndier ndonjë herë një lidhje kaq e forte, sa ke refuzon të largohet nga zemra juaj, pavarësisht lutjeve, adhurimeve dhe përpjekjeve tuaja. Ai dëmgje e heshtur ke rendon mbi shpirtin dite pas dite. Selam aleikum vëllezër dhe motra të dashur. Sot do të eksplorojmë së bashku një pjesë që ke prek shumë prej nesh. Pse disa lidhje shpirtërore qëndrohen në zemrat tona pavarësisht përpjekjeve tona për t'i zhdukur. A është kjo një ndeshkim hijnor? Një sprove? Një shenjë? Por para se të fillojmë, ju ftoj të klikoni abonohu dhe të aktivizoni njoftimet, në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga përkuqtesat tona shpirtërore. Mbështetja juaje ka shumë e rëndësishme për ne. Urtësia pas dhimbjes imagjinoni për një moment. Keni bere dua net të tëra. Keni derdhur lot duke i kërkuar Allahut të gju lirogje zemrën nga kjo lidhje. E megjithatë, ajo vazhdon. Kjo nuk është rastësi. Dhe as ndjeshkim. Ajo që po përjetoni është një mundësi për transformim shpirtëror. Një furrë hijnore që forkon shpirtin tuaj. Allahu na kushton në Kur'an. Ndoshta ju e urreni diçka, por ajo është e mire për ju. Dhe ndoshta e doni diçka, por ajo është e keqe për ju. Allahu e di kurse ju nuk e dini. El Bekari, do so sola. Këgjo dhimgje ken gjeni sot, këgjo ken bengulgje kë ju duket e padurueshme, kanë gje kellim të kaktuar. Te zbulogje të vërteta per vetin tuaj ke nuk do t'i kishit kuptuar ndryshe. Paskira e shpirtit që do lidhje kë kendron në zemrën toni është një paskire kë na tregon veten. Ajo paskiron varesite, dobesite, të çfarë ne e konsiderojme të domosdoshme për lumturinë tone. Begjini vetes këtë pyetje. A varet vërtet lumturia ime nga kjo person? Apo është një iluzion i krijuar nga kjo lidhje? Dashuria mund të jetë një forse e mrekullueshme, por kur kthehet në obsesion, ajo bëhet burg. Një burg nga i cili Allahu dëshiron të ju lirojë. Shikoni përret. Sa njerëz kanë sakrifikuar pakën e tyre të brendshme, lidhjen me Allahun, për një gjendje që në fund i shkatërroi. Sa prej tyre humben rrugën shpirtërore duke ndjekur një dashuri që nuk ishte e destinuar të zgjaste. Ekziston një dallim i madh midis dashurisë së vërtetë dhe lidhjes së tepruar. Kuptojeni mire këtë. Dashuria e vërtetë ju afron me Allahun. Ajo gjel këtë si dhe pake në zemrën tuaj. Lidhja e tepruar ju bën rob të ngjëngjave. Krijon një varesi ku ju konsumon shpirtërisht. I dërguari ynë i dashur, Muhamedi ka thënë: njeriu do të jetë me atë që e do. Buhariu dhe Muslimi. Mendoni thellë mbi këtë urtësi. Nëse dashuria për dike ju largon nga Allahu, çfarë mbetet nga ajo dashuri? A është ende një dashuri e dobishme nëse ju largon nga namazi, dhikri, lidhja me krijuesin? Një dashuri kes gjel me shumë trishtim se sa mire kenie. A është dashuri e vërtetë apo një iluzion i zemrës? Kur ne e duam dike me shumë se sa e duam Allahun, bëjmë një gabim të madh. E vendosim atë person në një pozitë që nuk i takon. E bëjmë burimin tonë të lumturisë, duke harruar se vetëm Allahu mund të na japë pakë të vërtetë. Kurani thotë: disa njerëz marrin përveç Allahut shoke, të cilët i duan ashtu siç duhet dashur Allahu, por besimtarët janë të fortë në dashurinë për Allahun. El Bekare, di, njëkind e 75. Te duash dike nuk duhet të thotë të largohesh nga Allahu. Nëse një dashuri bëhet një burg, është një shenjë se ajo dashuri është e shtrembër. Nëse dikush se vendin e Allahut në zemrën tënde, ai do ta largoqë për të kushtuar se zemra jote i përket vetëm atij, dashuria pastron, por lidhja obsesivi i korrupton. Ti besohem planet hinur një. Nga sprovimet me të medha të imanit është të pranosh që nuk i kontrollon të gjitha. Mendojme se dime çfarë është e mire për ne. Mendojme se po të kishim atë person pranë nesh. Zemra jone do të gjente pake. Por sa here kemi ndjekur diçka duke menduar se është me e mira për ne. Për të kuptuar me vone se Allahu në mbrojti nga një e keke e padukshme.
I dërguari ka thënë: Po te kishit mbeshtet që ti Allahu siç duhet, ai do t'ju furnizonte ashtu siç i furnizon zogjtë. Ata nisen ne mëngjes me barkun bosh dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Tirmidhi. Zogjtë nuk shkëtesohen për ushqimin. Ata fluturojnë me besim, duke ditur se Allahu do t'u jape çfarë kanë nevojë. Ata herë pse ne dishojmë se Allahu do të na jape atë që është më e mirë për ne. Riorientimi I dashurisë kur e duam dike aq shumë sa që ai apo ajo zgjidhe mendimet tona. Sa që mungesa e tyre na konsumon. Duhet të pjesim veten. Ai kam dhënë që ti personi një vend që I takon vetëm Allahut. Sepse ne këtë gjete. Gjithçka që lidhet me këtë botë është e përkohshme. Ajo që zgjat, që këteson shpirtin. Është dashuria për Allahun. Kurani thotë: Ata që besuan dhe zemrat e tyre gjejnë këtesi me përmendjen e Allahut. A nuk është me përmendjen e Allahut që zemrat gjejnë këtesi. E Rad 30:26. Dashuria e vërtetë nuk dëmb, nuk të lëndon. Dashuria e vërtetë është dashuria për Allahun. Kur zemra jote lidhet me to, askush dhe asgjë nuk mund ta thejë. Si të shërosh nei kja zemër to, tajrja disa këshilla praktike për të shëruar zemrën nga një lidhje që nuk të leta kete. Shto namazin të dhikrin. Sa me shume të flasesh me Allahun, ak me shume e mbush zemrën tënde. Kur në gjenë boshesi ose dhembje, kthehu tek ai. Lekso Kuranin dhe medito mbi fjalet e tij. Kurani është shërim. Ai të kushton se gjithçka është e përkohshme dhe se Allahu ka përgatitur diçka më të mire për ti. Lutu që Allahu ta pastrojë zemrën tënde. Ai është ai që I kthen zemrat. Nëse I kërkon me sinceritet që ta zëvendësojë këtë lidhje me dashurinë për te, ai do ta bëjë. Kushdo që mbështetet te Allahu, ai do t'i mjaftojë. Et Talak 15:3. Kur zemrën I adorezon Allahut, ai e mbron, I shëron dhe e fokon atë. Pranimi I kaderit hajnor një nga sfidat me të vështira në jetë është të pranosh që disa gjëra nuk janë të destinuara për ne. Ne kapemi pas njerëzve në gjenjave ndonjëherë me dëshpërim. Te kur realiteti nuk përputet me pritshmëritë e tona, angjejmë në dhimbje të tëlle. Por nëse do të kuptonim vërtet urtësinë I Allahut, do të dinim që asgjë nuk na I ken pa arsye. Profeti Muhammad ka thënë: Digje se ajo që te ka humbur, nuk ishte krahtuar për ti, dhe ajo që te ka ndodhur, nuk mund të kishte ikur. Tirmidhi. Nëse Allahu ka vendosur të largojë, dike nga gjeta jote apo të mos realizojë një dëshirë të thellë, kjo nuk është refuzim, por mbrojtje. Andoshta ajo që do të silte me shumë dhimbje se sa mund ta imagjinojë. Andoshta Allahu ka diçka me të mire për ti. Shpesh mendojmë se nëse përpiqemi me shumë, lutemi me fort, mund t'i detirojmë gjërat të ndodhin siç duam. Por e vërteta është se asgjë nuk ndodh pa vullnetin e Allahut. Sado shumë ta duam diçka, nëse nuk është shkruar për ne, nuk do të vijë. Dhe nëse është shkruar për ne, asgjë nuk mund ta ndalë. Profeti ka thënë: Po të bashkoheshin tek gjithë krijesat për të shëllën jetë e mire, nuk mund të ta silnin përveç asaj që Allahu ka shkruar për ti. Dhe nëse bashkoheshin për të dëmtuar, nuk do të mund të dëmtonin përveç asaj që Allahu ka shkruar. Tirmidhi, kjo fjale është çliruese. Na mëson se ne nuk jemi zotër të fatit tone. Gjithçka është në dorën e Allahut. Çfarë të bëjmë kur diçka që e dëshiruam me gjithë zemër nuk na uda? Ta pranojmë me durim. Kjo nuk do të thotë të mos ndjesh trishtim, por të kuptosh se dhimbja është e përkohshme dhe se kanë qenë urtësitë e thellë pasazh. Nëse Allahu të ka vendosur përmes kësaj sprove, është për të forkuar, për të bërë me të mensyr dhe për të afruar me shumë me te. Le ta bëjmë këtë luçje së bashku. O Allah, këtë sojë zemrën time. Me largon nga ajo që nuk me afron me ti dhe me jep atë që është e mire për mua, edhe nëse unë ende nuk e kuptoj. Amin.
Nëse ki mesazh të preku, ndagjeni atë me dike që ka nevojë për te. Mos harroni të abonoheni dhe të aktivizoni njoftimet për me shume për kujdesa shpirtërore. Zoti ju bekofte dhe ju udhëzofte në rrugën e drejtë. Selam aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.